Maturantët që do të ushtrojnë të drejtën e votës për herë të parë në zgjedhjet e 11 majit janë në qendër të një programi edukimi që po zhvillohet në shkollat e mesme të Shkodrës. Ky program i iniciuar nga KQZ në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare për Edukimin Parauniversitar dhe Akademinë e Studimeve Politike, mbështetet nga Këshilli i Evropës dhe synon rritjen e ndërgjegjësimit të rinjve për rëndësinë e pjesëmarrjes në proceset demokratike. Të gjithë maturantët që janë në bangat e shkollës të vit, janë rreth 20.000 maturantë, të mundet të informohen, të jenë të ndërgjegjësuar që vota e tyre është e rëndësishme dhe të marrin pjesë në 11 maj. Njëkohësisht me Shkodrën që jemi sot, zhvillohet ky ushtrim dhe ky edukim zhvillohet në 350 shkollat mesme të vendit. Është e rëndësishme që të rinjtë të përfaqësohen dhe të vendosin vetë për të ardhmen e tyre, sepse ato janë e ardhmja e vendit dhe kjo e ardhme vendoset pikërisht përmes zgjedhjeve të tilla. Këtë synon edhe ky program praktikimin e të rinjve që të kenë njohuritë e duhura për procesin e votimit. Programi i edukimit për maturantët e shkollave të Shkodrës po realizohet me praktika konkrete, simulime votimi, për t'u njohur me procedurat zgjedhore. Programi që po zbatohet në të gjitha gjimnazet e qytetit të Shkodrës, përfshin disa faza që përmbledhin në vetvete të gjithë procesin e votimit që fillon që nga mënyra e përzgjedhjes së kandidatëve që do votohen deri tek procesi dhe ndërgjegjësimi për korrektësinë dhe rëndësinë e votës së lirë. Këtë vit si votuese e re dhe së shpejti si votuese e së ardhmes, jam bërë pjesë, do bëhem pjesë e zgjedhjeve. Kjo sepse kam kuptuar rëndësinë që kanë zgjedhjet për të kriju një impakt ose vendim sadopak të vogël që kemi ne në vendin tonë dhe kush më mirë se rinia të ketë një impakt edhe vendim në të ardhmen e gjithë secilit prej nesh edhe gjithë vendit tonë. Në listat e votuesve të qarkut të Shkodrës për zgjedhjet e 11 majit përfshihen qindra të rinj që ushtrojnë të drejtën e votës për herë të parë.